shumë tjerë, por edhe pse është zgjenu që gjitha stadionet janë ka renovohen, një pjesë janë ka ndërtohen 3, është mirë që është ka punuar në salla, në salla të ndryshme, brendshme dhe të jashtme, dhe po besoj që ato që e posh nderuam, po vret që mungesa e infrastrukturës është evidente në futboll, edhe pse ka përmirësime, dje me Lorikun aty, e pom që ka mungesa të ndryshme duke filluar prej vendeve ku duhet të ulen e deri te gjërat më elementare. Pikrisht ndeshja Kosovë-Turqi na dha pas ndeshjes një mesazh se ne sa më shpejt si institucione shtetërore, pra Ministria e Sportit në këtë aspekt, do të reflektoje dhe stadiumi, siç tha dhe profi, do të rifillojë të ndërtohet një stadium kombëtar me një kapacitet shumë më të madh se sa që e kemi për momentin. Sepse ju e patë edhe vetë interesimi ka qenë jashtëzakonshëm për ndeshjen. Edhe na shpresojmë se do të vinë ndeshje të tjera që do të ketë interesim edhe më të madh. Unë kam thonë që me një pjesë nuk po pajtohena me profesorin, edhe pse edhe me ty nuk do të pajtohet profesori kur flasim për çështjen e stadiumit sa duhet jetë i madh. Unë kam menduar që duhet jetë 60.000, 40.000, 30.000. Unë nuk jam profesionist me juve këtu, nuk muj me. Po, profesori nuk mendon se duhet jetë një stadium 22.000, për shkak se si në Tiranë për shembull. Mirëmbajtja, por edhe do të kemi gjithmonë. Kosta e mirëmbajtjes për një popullat për 1 milion e gjysmë 2 milion banor është stadium shumë i madh. Nuk mundesh me 20